Njoftimi që vijin nga policia bën të njohur për një raje masive në Tiranë dhe për rastin e Rahovecit. Pra, mbrëm rreth orës 17:45 minuta, kapiteni policisë në Prizren Azir Berisha njofton se në Tiranë ka ndodhur një raje në mes të 6 meshkove, që të gjithë në cilësi të personit të dyshuar, që të 6 janë me mbiemër Kabashi, por jo Kushërinje, 3 nga Zoqishti dhe 3 nga Upterusha, të dyja fshatrat komunës Rahovecit. Lëndimet rënda dhe të lehta trupore kanë mësuar 3 të dyshuarit, të cilët janë trajtuar në emergjencën e spitalit rajonal në Prizren. Sipas hetuesve policor, motivi i kësaj raje thuhet të jetë mosmarrëveshjet e mëhershme në mes të këtyre dy familjeve. Pas intervistave në vendin dhe me vendim të prokurorit të shtetit, të 6 të dyshuarit që janë përfshirë në raje janë dalur nën masën e arrestit policor për 48 orë paraburgim. Pra, të 6 personat tani më janë në paraburgim në qendrën e paraburgimit në Prizren. Ndërkësh njoftimi tjetër bën të njohur se një viktim ka pranuar ndihmën e parë në CKMF të Therandës dhe më pas është dërguar në spitalin rajonal të Prizrenit për tretman të mëtutjeshëm. Ndërkësh me urdhër të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje. Policia e Kosovës ka ndaluar një mashkull shqiptar dhe në lagjen Marash të Prizrenit dhe gjatë kontrollit është gjetur dhe konfiskuar një substancë e dyshuar narkotike llojit marijuan me peshë 1.77 gram dhe me urdhër të prokurorit rasti ka shkuar në procedurë të rregullt gjyqësore.